Jemi rikthyer sërish në studio, do diskutojmë tani për paketën e maleve, por njëkohësisht për agroturizmin dhe bujtinat në tërësi. Më gjithsesi do diskutojmë me zotin Kujtim Dervishi, kryetari i shoqatës bujtinave dhe restoranteve shqiptare. Zoti Dervishi, mirë se erdhët. Faleminderit. Ta nisim me paketën e maleve sepse ka pasur akuzat, deklarata që mund përdoret nga biznesmenët e mëdhenj për të investuar resorte, por kryeministri Rama ka një takim të zhvilluar me përfaqësues të këtij sektori, sqaroi që është një paketë e cila është dedikuar për familjet, për emigrantët që vendosin të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri. Nga ajo që ju keni parë, interesi më shumti është i këtyre të dytëve, pra familjeve dhe emigrantëve që synojnë të rikthehen? Po, pikërisht për këtë temë që thoni juve, unë kam qenë një takim, pikërisht në këtë takim që kryeministri i Shqipërisë e ka sqaruar mjaft qartë pikërisht këtë që thoni juve, paketën e maleve. Edhe unë në këto takime, domethënë që janë bërë mediatike, ku kam marrë pjesë, kemi diskutuar edhe me juve edhe me në media të tjera, pikërisht paketën e maleve, problemi ka qenë sepse njerëzit nuk kanë qenë të qartë për këtë paketë, për arsye të pronësive, duke pretenduar se do vinë oligarkët, do investojnë në këto prona, do marrin toka, do bëjnë todo, gjë të cilën kryeministri e theksoi qartë, këtu bëhet fjalë për banesa, për shtëpitë vogla, qoftë edhe për toka, të cilat kanë mbetur, domethënë ose pronarët e tyre janë pretendues të atyre tokave dhe sqaroi shumë qartë ai për 45 ditë, domethënë investitori ka drejt të aplikojë mas 45 ditëve nëse ka probleme ose ankesa pronësie, gjithçka i përket pastaj shtetit dhe nuk ka domethënë asnjë lloj problemi domethënë për sa i përket atyre investitorëve që do investojnë në këto zona. Deri tani, zoti Dervishi, si ka ecur procesi? Sepse edhe vetë kryeministri ka pasur kritika për bashkitë me evidentimin e zonave prioritare, por gjithsesi në tërësinë e vet, si po ecën? Unë pata fjalën në ditë aty, kur u mblodhin biznesmenët ishin në këtë zonën e rrethinave të Tiranës, e cila do futet dhe Tirana në hartën e këtyre si thosh paketës maleve, dhe me thënë drejtë bëri shumë përshtypje sqarimi mjaft i qartë, sepse aty ishte ministri i pushtetit vendor, ishin edhe 2-3 ministra të tjerë të linjës, të cilët e shpjeguan qartë paketën e maleve. Tashmë pushteti vendor e ka rrugën e hapur dhe ka gjithçka gati për sa i përket zhvillimit të kësaj pakete. Unë mendoj që kjo paketë do heci. Unë bëj thirrje gjithë atyre, edhe atyre emigrantëve që janë larguar nga Shqipëria për arsye të ndryshme, janë emigracion, t'i kthehen pronave, t'i kthehen Shqipërisë turistike, e cila shumë shpejt do i bashkohet trend evropian për sa i përket bujtinave, restoranteve dhe turizmit. Zona malore e Tiranës ka potencial edhe si këshilltar i prefektit për turizmin? Po, unë mendoj që zona Tiranës do të ketë një përparësi, kryesisht zona Lugina që vjen nga Durrësi, nga Ndroqi, duke përfshirë Ndroqin edhe gjithë fshatrat përreth, kodrinore, pjesën e Pezës, gjithë ato kodrinat bukura. Pse jo, edhe zona Dajtit tashmë ka, domethënë, një përparësi. Gjithë territoret e Shqipërisë, zona kodrinore, duke përfshirë Bërzhitën, Petrelën, Lundrën dhe këto që kanë marrë përparësi për sa i përket edhe ndërtimeve, po sigurisht që kanë nevojë domethënë edhe për këtë lloj zhvillimesh. Sigurisht, edhe infrastruktura ka përshtypjen që duhet të ecë paralelisht me këto investime. Për këtë arsye, ajo është dedikuar për Alpet më së shumti, porta e Alpeve, por ka përshtypjen që e njëjta logjik duhet të jetë në çdo zonë të Shqipërisë, shteti të marrë përsipër për të ndërtojë infrastrukturën, ujin, dritat dhe pastaj investimi kryet nga privati. Rrugë, ujë, drita, të tjera i bën gjithë privati. Unë po them që neve kemi edhe zona turistike të cilat akoma është neglizhuar qoftë nga qeveria qendrore, qoftë nga pushteti vendor për sa i përket infrastrukturës të rrugëve. Do thënë, Marshkas për Malë Dajtit i cili, do thënë, kam 35 vjet që kam investuar atje dhe mendoj që ka ardhur koha jo për individët, por ka ardhur koha që ky kryeqytet ketë modele suksesi, të ketë rrugë me dritat ndriçuara, të rrugë dedikuar për biçikleta, për këmbësorët janë mjaft kërkuara për sa i përket turizmit. Ka ende potencial, zoti Dervishi, meqense përmendët Dajtin, sepse ekziston edhe rreziku që mund bëhen shumë dhe pastaj detyrohen që disa të falimentojnë. Pra ka hapësirë për ndërtuar të tjera, qoftë bujtina, qoftë njësi akomoduese? Shiko, unë sigurisht duhen ruajtur parqet kombëtare kryesisht, po parqet kombëtare nuk janë stoli.
Domethënë janë për të investuar në mënyrë të kontrolluar, siç ka praktika evropiane sa duash, domethënë të investohet duke u përshtatur parku. Absolutisht duke u përshtatur ato, domethënë ne para shumë vitesh nuk e kishim te lloj dienie çfarë do të ndërtohet në mal, çfarë do të ndërtohet në fushë, domethënë para 30 vite. Sigurisht ndërto. Tani ka ardhur momenti, ka ardhur koha, pushteti vendor, kam thënë edhe herë tjera, ka mjaft kompetenca për sa i përket këtyre që po flisni juve. Duhet të trajtohen me projekte, duhet të shoqërohen me projekte, edhe duhet të bashkëpunohet ngushtë me ato investitorë që janë të interesuar. Nuk duhet të krijohen pengesa. Thash dhe një herë, unë me thënë drejtën kam ngeli befasuar nga sqarimi që i bëri komunisti pikërisht paketës maleve. Edhe kjo që përmendet juve, i cili ka mbledhur gjithë bashkitë dhe u ka vurë detyrime, edhe i ka vu, si tush, një kufizim përsa i përket aplikimit tyre për kryetar bashkish, nëse ato nuk të realizojnë pikërisht paketën e maleve. Gjithashtu, vetëm pas përfundimit të investimit, do të përfitohet titulli i pronësisë, apo certifikata e pronësisë mbi atë biznes. Kjo e bën më të kontrolluar procesin në mënyrë që të mos abuzohet, në mënyrë që të mos merret certifikata para kohe, për shembull, edhe investimi lihet nuk përfundohet asnjëherë sepse certifikatat e ke fundit është marrë. Pikërisht aty u vu theksi. Theksi, kryeministri e vuri, do të thonë që masi të përfundojë ndërtimi do të marrë certifikatën e pronësisë, masi të mërojë subjekti, edhe me plan biznesit qartë kuptohet, e punë. Unë mendoj, do të thënë që ka interes, unë e kam thënë nështë edhe herë tjera, kam qenë në Londër, kam qenë në vende tjera të Evropës, të cilët kam kontaktuar, njerëz janë të interesuar pikërisht për paketën e maleve. Janë gati të investojnë? Janë gati. Ndoshta edhe ambasadat tona duhet të kenë një informacion më të qartë përsa i përket, do të thënë, kësaj paketës maleve, për të qartësuar qytetarët ndërmjet informacioneve ndryshme, do të thënë se në çfarë drejtimi do të jetë në Shqipëri. Modeli, zoti Dervishi, me qenë se e përmendëm, Porta e Alpeve, që është një paket investimesh në rreth 100 milion euro, dhe alternimi i kësaj pakete me paketën e maleve. I njëjti shembull, duhet ndiqet edhe në të gjitha zonat e tjera që kanë potencial dhe atyre që kanë aplikuar tek paketa e maleve. Pra, shteti ofron infrastrukturën, ndërsa privati merret me ndërtesën apo subjektin që ai ka në plan. E thash më parë, pushteti vendor është një hallkë e rëndësishme përsa i përket këtij projekti. Pushteti vendor ka goxha, do të thënë hapësira, ka goxha mundësira për ta mbështetur biznesin në këtë drejtim. Sot lexova diku që në paketa maleve po zhvillohet edhe në theth kanë filluar të jepen lejde e reja të ndërtimit përsa i përket ndërtimeve paketës maleve. Për bujtina, për subjekte turistike të cilët të rapasurojnë atë zonë. Edhe për këtë do të thënë kjo është një rinjësi. Mendoj që të kaluarën të alen pas, të fillojnë të ndërtohen në bazë ligjeve, në bazë të rregullave. Dhe sa e rëndësishme është që jo të ndërtojmë vetëm brenda rregullave dhe ligjeve, por të ndërtojmë edhe sikurse natyra e do, dhe të mos kemi më shembuj sikurse pam verën e kaluar që shumë ndërtesa në theth u prishën. Në Valbonj gjithashtu edhe në zona tjera, madje edhe brenda Tiranës, pati aksione për prishjen e ndërtesave, por Alpet apo zonat e tjera malore janë më të rëndësishme. Sa duhet përshtatemi në mënyrë që të bëhet investimi një herë mirë, mos kthehemi pastaj duke i shkatëruar sërish, duke ndërtuar prapë. Prandaj e përmenda pushtetin vendor, nuk bëhen rastësisht ndërtesat, nuk bëhen natën ndërtesat, nuk bëhen investimet, do të thënë pa leje. Të gjithë e dinë çfarë po ndërtohet. Gjithë e dinë çfarë. Aty ka një administrat, ka një polici, do të thënë IKMT, do të thënë që e kontrollojnë, do të thënë këtë zonë. Ajo ngjarje që ndodhi në theth, do të thënë unë nuk e përligj atë, do të thënë ishte vërtet një skandal sepse u prishën shumë subjekte, pati shumë probleme, shumë konflikte. Nuk duam që të ndodhin këto në Shqipëri, se është e pamundur, do të thënë mos ketë informacion pushteti vendor edhe policia për këtë. Po gjithsesi, mendoj që gjithçka do rekuperohet, ato zona turistike i përkasin një të ardhme, edhe Shqipëria turistike kryesisht përveç detit që ka, edhe mjaft atraksioneve tjera turistike t'i bashkohet edhe do t'i bashkëngjitet edhe kjo që ju po thoni paketë e marrë. Dhe shërbimi si duhet jetë tek këto zona që duhet ruajnë edhe traditën, duhet ruajnë kulturën, autenticitetin e tyre? Neve gjithmonë, edhe si shoqat e restorante dhe bojtina shqiptare, e përshëndesim këtë iniciativë që thonë juve, ne do të konsumojmë shqip
do të prodhojmë produkte shqiptare edhe kryesisht neve do të promovojmë produktet shqiptare në për tavolinat tona, edhe në për bujtina, edhe në për restorante. Sigurisht ka dhe disa produkte të cilat Shqipëria nuk i prodhon, por kryesisht ai huaj që vjen të vizitoj Shqipërinë, e viziton pikërisht për mikpritjen, e viziton për produkte shqiptare që kemi neve kaq shishme, edhe sigurisht edhe çmimet, diferencën. Zoti Dervishi, folëm për paketën e maleve, por njëkohësisht shërbimi cilësor njëkohësisht është mjaft i rëndësishëm. Sa i rëndësishëm është në mënyrë të veçantë mbështetja e shkollave profesionale, sistemi dual që nxënësit jo vetëm të mësojnë teorinë, por njëkohësisht të alterojnë atë edhe me praktikën? Po, unë në funksion të kryetarit bordit shkollës profesionale të Kamzës, e cila është një shkollë e madhe, më e madhe në Shqipëri, përsa i përket kapaciteteve, ka rreth 1600 nxënës, klasave të ndryshme, profesionet të ndryshme, po kryesisht një vend veçantë ze kulinaria, në atë shkollë, hoteleri, turizmi. Unë iniciova një takim duke i ditë gjithë problemet edhe si funksionon sistemi dual, dhe përdo që ne po e implementojmë në për bizneset tona, edhe në rolin e këshilltarit prefektit, e ftova zotin prefekt të bëjmë një takim në shkollën e Kamzës me disa zyrtarë të tjerë të prefekturës, njëkohësisht edhe kryetari i Bashkisë Kamzës. Ishte një takim shumë i vlefshëm, prefekti u çudit për kapacitet e kësaj shkolle, se nuk e kishte informacionin e duhur. Aty janë bërë disa godina, të cilësisë lartë, që i shërbejnë, profilit të kësaj shkolle. Diskutuam gjatë pikërisht për këtë që thoni juve, për këtë që ka implementuar qeveria, sistemi dual i cili neve si shoqate kemi futur në për bizneset e restoranteve dhe të bujtinave tona. Kemi filluar që 2 vjet që është lançuar nga qeveria ky projekt, edhe sigurisht ka nevojë për i farë mbështetje, edhe kryetari i Bashkisë Kamës dha ato opsionet e veta, por prefekti mori disa angazhime, të cilët ja kërkoi drejtoreshës së saj shkolle me shkrim, domethënë gjithë problematikat që mund të ketë shkolla, edhe çfarë mund të kontribuojë prefektura, domethënë aq sa i jep hapësirë ligji, nëpërmjet institucioneve të cilët do të këshillohet për t'i dhënë mbështetjen e duhur këtyre profesioneve, këtyre shkollave profesionale edhe shtetërore, po edhe ato private. Sepse kërkesa gjithmonë është nga bizneset. Është në rritje për stafe. Dhe kanë sigurt një vend pune në varësi të degës që ata studiojnë. Po vlen për të theksuar që nga ajo shkollë që unë bashkëpunoj duke qenë në funksion të kryetarit të bordit, gjej rasti ta them që mund të them që 100% atyre nxënësve që vazhdojnë shkollën aty, duke përfshi vitet e dyta, treta, aty gjithë ato janë punësuar në sezonin turistik. Që është një lajmë shumë i mirë, sepse janë një fuqi punëtore, por në moshë më të ullët. Nuk presin të mbarojnë universitetin 22 apo 23 vjeç, por 17-18 vjeç janë gati për tregun e punës. Shiko, kjo tema këtyre punojnësve, ose unë mendoj që duhet patjetër të jepet përparësi këtyre shkollave dhe këtyre profesioneve të cilën po humbin në Shqipëri. Kryesisht turizmit kuptohet, është përparësi që edhe shteti sigurisht do ta mbështesë, po edhe biznesi privat, domethënë do t'i promovojë këto vlera, të cilat mos rrimë ti hapim sytë neve duke pritur Filipina ose do prit nga vende aziatike për shkak për t'i punësuar në turizmin shqiptar. Ka mjaft njerëz këtu të cilët duan punojnë në Shqipëri. Ka edhe nga emigracioni që duan të kthehen punojnë në Shqipëri. Rrogat tashmë janë barazuar pak a shumë me Bashkimin Evropian. Ne derisa kemi marrë këtë rrugë për të futur Bashkimin Evropian, mendoj që edhe rrogat tona do po barazohen. Edhe kushtet tona të punës do po barazohen. Nuk është e nevojshme që Shqipëria do të thonë për kaq kapacitet turistik që ka të thithi punojës nga jashtë, do të thonë. Mendoj që neve do të promovojmë vlerat tona, shkollat tona profesionale. Ndërkohë, zotë Dervishi, Tirana si qytet dalje në det nuk ka, por si qark ka. Çfarë po bëhet? Më herët ishte Imara që e nisi sezonin, Lezhë gjithashtu, Durrësi pritet ta nisë. Pyes si këshilltar i prefektit. Po. Prefekti Tiranës ka marrë një iniciativë të cilët neve së bashku me disa antarë të shoqatës e restorante e bujtinave shqiptare kemi bërë një punë të mirë. Në atë takim jemi mbledhur në Vil Bashtov, ku prefekti ka marrë iniciativë bashkë me institucionet e bashkisë të Rogozhinës, Kavajës, për të bërë një plazh e cila ka qenë një zonë kënetore, për të bërë një plazh për të vënë në dispozicion një plazh jo privat, plazh publik,
Pa pagesë. Pa pagesë që të shërbej gjithë aty dhe juve të rashikoni, ne me datën 8 neve do të bëjmë një hapje sezonit turistik, atje do të jenë gjithë aktorët e turizmit dhe aktorët janë interesuar për sezonin turistik që kanë gjithë pjesën e tyre përsa i përket marrëvajtjes e sezonit turistik të ardhshëm, edhe mendoj që ajo do jetë një risi për gjithë qytetarët që nuk kanë mundësi të kenë pagesa. Aty mund shkojnë me shezonin e vet, mund shkojnë me çadrën e vet, domethënë pa asnjë lloj pagese. Pra bëhet fjalë në Vil Bashtov, aty ku do të ketë një plazh pa pagesë, i cili do të mirëmbahet. Infrastruktura aty është model duke filluar nga Vil Bashtova është e Rogozhinës, nëse ka bërë. Është e Bashkisë Rogozhinës, kryetari i Bashkisë Rogozhinës është i angazhuar totalisht, nën prefekti i Qarkut, prefekti i Qarkut zoti Shkëlqim Hajdari ka bërë një punë të lavdërueshme për sa i përket kësaj iniciative. Të shpresojmë që të jetë suksesshme dhe të jetë shembull edhe për vendet tjera, për qytetet tjera, sepse ne dim çështja e ndarjes së hapësirave, çështja e shazlloneve, po kthehet në problem, ose ka qenë problem çdo vit, por gjithsesi gradualisht po merr zgjidhje edhe kjo çështje. Po. Lezhë mori iniciativën e vendosjes të këtyre çmimeve. Tavan edhe Vlora sigurisht, po sigurisht edhe qytetet tjera do ta bëjnë këtë punë sepse është e domosdoshme, se këto janë defektet që la sezoni i kaluar. Ky sezon mendoj që do jetë i suksesshëm për sa i përket turizmit në Shqipëri. Edhe është dhe i favor për neve, domethënë sepse për shkak të luftës që është krijuar atje janë prishur shumë kontrata në linjën e mesme, të cilat shpresojmë që do të ne mund përfitojmë. Zoti Dervishi mendoj se bëhet fjalë rajoni lindjes mesme priste diku te 100 milion turist çdo vit. Turistë cilët tani nuk po shkojnë, mbase gradualisht mund të qetësohet situata, por frika ekziston sërish. Ne si Shqipëri, ne si Ballkan mund përfitojmë? Neve sigurisht do përfitojmë, po neve duhet të rrisim cilësinë e shërbimit, duhet të zgjedhim turistë të nivelit, jo turistë të cilët nuk konsumojnë. Nuk ka nevojë Shqipëria për një rritje marramendse për sa i përket turizmit. Ka nevojë për një turizëm cilësor, sepse e tillë është Shqipëria. Njësitë akomoduese që ne janë cilësore, mjaft cilësore. Bregdeti jonë është i larmishëm, domethënë ka mjaft atraksione Shqipëria që mund t'i ofrojë turistëve të huaj të vizitojnë Shqipërinë. Pra të fokusojmë më shumë tek ata që shpenzojnë më tepër. Absolutisht. Po i kemi njësit akomoduese që t'i presin ato? Mendoj që ka marrë një zhvillim të madh përsa i përket Bregdetit kryesisht për njësitë akomoduese. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Dervishi, si referuar edhe 3 apo 4 muajve të 2026, si mendoni se do të jetë i gjithë viti përsa i përket numrit turistëve, shpenzimeve që ata bëjnë? Shiko, statistikat i kanë zyrtarit e shtetit, i kanë zyrat. Dhe paktën për këtë periudhë. Por neve jemi, do të thonë, por ju e shikoni për ditë. Neve e shikoni për ditë sigurisht. Unë mendoj që ka edhe në këto momente që flasim neve ka një rritje krahasim me vitin e kaluar përsa i përket ardhjes turistave në vendin tonë. Pra të paktën me numër do juve si media i jepni rëndësinë e duhur dhe është domosdoshme që gjithë mediat shqiptare duhet i bëjnë një honë turizmi sepse gjithë Shqipëria i ka sy te turizmi. Ne nuk është se jemi i vend prodhues, i vend industrial kryesor. Absolutisht po. Kështu që gjithë jemi përgatitur duke filluar, thash, që nga kulinaria, ushqimi, i cili duke neve i tërheq mjaft turistët e huaj për vizituan, historia që ka goxha domethënë për të shpjeguar. Desha të theksoj edhe këte, prefekti ka marrë një iniciativë që gjithë kalat që rrethojnë Tiranën, duke filluar me Rogozhinë me të, duhet të rivitalizohen, duhet të pastrohen, duhet të rregullohen, janë një histori të cilët huajt pikërisht atë kërkojnë. Vinë kërkojnë kalan e Dajtit, ja përmend edhe kryeministrit. Po ku është kala e Dajtit? Është në Dajt, sigurisht nuk është kala, po janë rrënojët e kalas. Edhe vinë të huajt kërkojnë të shkojnë të vizitojnë atë kala. Neve do të bëjmë pamundrën, thash, qoftë me një shteti do të merret, qoftë me privati, qoftë komuna, qoftë bashkia do të merret për të zbuluar këto atraksione. Njerëzit kam përshtypjen kanë interes të shikojnë dhe patjetër që ato pasuri që ne kemi aktualisht, qoftë Kruja, qoftë Berati, qoftë Gjirokastra, janë aty, por gjithmonë është mirë për të pasur atraksione. Ka dhe shumë të tjera pas zbuluara. Mjafton t'i investohet. Dhe më thënë që historia jonë e kohës perendorisë Osmane kryesisht dhe më ka lënë gjurmet e saj përsa i përket këtyre subjekteve, këtyre objekteve. Zoti Dervishi, ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve.